Në gjykatën e apelit është mbajtur seanca për shqyrtimin e ankesës ndaj vendimit të gjykatës themelore në Prishtinë në rastin ndaj Milosh Pleskovićit, i akuzuar për krime lufte në zonën e Prizrenit. Më 31 korrik 2025, gjykata themelore ka dënuar Pleskovićin me 15 vjet burgim për vrasjen e 3 civilëve shqiptar dhe plagosjen e disa të tjerëve gjatë luftës në Kosovë. Sipas akt akuzës, Pleskovići dhe një grup serbësh të armatosur kanë hapur zjarr me armë Kalashnikov në qytetin e Prizrenit. Nga të shtënat kanë mbetur të vrarë binjakët Reshat Daçaj, Binak Daçaj dhe Fatmir Bojaxhiu. Pikërisht për këtë, nëna 2 djemve të vrarë Mihrie Daçaj ka kërkuar dënim të përjetshëm për Milosh Pleskovićin. Mi ka thënë se janë pitet. 24 vjet i ka bërë. Unë e kom shkruar për jetën bërë. Dënim kapital kërkoi edhe avokati mbrojtës Blen Gjini, për cilën ankesa e palës mbrojtëse të të akuzuarit është e pabazë. Që një ankesë tjetër është e pabazë dhe nuk korespondon me provat të shtjellura dhe të administruar në gjykimin e shkallës parë. Por që me këtë nuk po pajtohet avokatja Milosh Pleskovićit, Jovana Filipović, e cila pretendon se klienti i tij është i pafajshëm për krimin të cilin është dënuar dhe se vendimi për dënim ndaj tij është tendencioz. Ajo pretendon se edhe dëshmitë të plagosurit Çenger Canës nuk janë të sakta, për shkak nxitje reagimin e familjarëve ndaj avokatës. Mësimi janë mësim provë. Vetëm diçka. Treba djeva, Ndërkohë avokati tjetër i familjes Daçaj e ka quajtur tallje pretendimet e palës së të akuzuarit serb, për çka paralajmëroi se nuk do të ndalen së kërkuari burgim të përjetshëm. Dënimi prej 15 viteve është dënim i vogël, e diskrimimi më i madh është se ky po dënohet me ligjin e Jugosllavisë. E ne pse ta dënojmë një kriminal me ligj të Jugosllavisë kur e kemi ligjin e Tribunalit të Hagës, ku këta kriminal duhet të dënohen me dënim përjetshëm. Vendimin e gjykatës së apelit, palët do ta marrin përmes gjykatës së shkallës së parë në një afat të arsyeshëm, ndërkohë gjykata themelore në Prishtinë në korrik të vitit të kaluar e ka dënuar me 15 vjet burgim të akuzuarin për krime lufte në Prizren, Milosh Pleskovićin.